Partia Demokratike ka depozituar në kuvent kërkesën për shkarkimin nga detyrat të presidentit Bajram Begaj, pasi njoftoi se Partia Demokratike ka nisur procedurat për shkarkimin e tij. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, ka renditur disa nga shkelje që sipas opozitës ka kryer kreu i shtetit. Bardhi theksoi se presidenti Begaj përveç punës paradites si kryetar shteti, pasdite kryen punën e mjekut, ose më saktë konsulentit në një klinik mjekësore private. Kërkesa është argumentuar gjërësisht në një material voluminoz, ku analizohen së bashku me provat përkatëse të gjitha shkeljet e kryera të presidentit Republikës, cilat i çmojnë se kanë cënuar rendin kushtetues në Republikën e Shqipërisë. Po ashtu, ne jemi të bindur se zoti Begaj nuk mund të vazhdoj më të jetë de jure kryetar i shtetit dhe përfaqësues i unitetit popullit, funksion që në fakt de facto e ka humbur prej shumë kohësh. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla nga ana tjetër ka reaguar pas denoncimit të Partisë Demokratike se presidenti i Republikës Bajram Begaj kryen punën e mjekut në një klinik private. Balla tha se presidenti Begaj nuk ka shkelur ligjin dhe sipas tij nuk do të shkarkohet. Një etik institucionale në marrëdhënie me institucionin e presidentit. Tani, për t'ju përgjigjur, presidenti i Republikës nuk ka kryer asnjë shkelje dhe nuk do shkarkohet. Gjithashtu Balla ka theksuar mbështetjen e tij për protestën ndaj UÇK-s në 17 tetor.